Shikos të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin 2-1. Si rëndomë dhe sonte për mbledhim ngjarjet që përcjellën javën. Janë zhvilluar ndeshjet e Gjirës së 7 të Albi Madh Superligës së Kosovës në futboll, të cilët do të analizohen nga ekspertët tanë Ajet Shosholli, Rafet Prekazi dhe Ramiz Krasniqi. Raiffeisen Liga e parë në futboll përmbylli Gjirën e 9. Nga handbolli kosovar veçojmë kryendeshjen përballë në të mëdhenjve Besa Pamgaz Kastrioti. Federata Atletikës Kosovës organizojnë maratonën jubilare 25 e me radhë Prishtina Maraton. Unda nga jeta ish gjyqtari dhe vëzhgues i lojës së basketbollit Remzi Ramadani. Kjo është përmbajtja e misionit të cilin do ta shfletojmë në vazhdim. Nisim shtretimin e materialeve të përgatitura për sotën, do të fillojmë me futbollin. Janë zhvilluar takimet e Gjirës së 7 të Albi Madh Superligës së Kosovës, të cilat kanë dhënë këto përfundime. Drenica Malisheva 3-4, Drita Dugazhini 3-1, Ferizaj Prishtina 0-5, Llapi Gjirani 4-1 dhe Prishtina Re Ballkani 0-3. Tabela klasifikimit prin Prishtina me 16 pikë, Ballkani është i dyti me 15 pikë, Dugazhini është i treti me 13 pikë, Drenica është e katërta me 11 pikë, e pesta është Malisheva me 10 pikë që mban mesin e tabelës. Në vendin e 6, kampioni aktual Drita me 8 pikë, Gjirani është i shtati me 7 pikë. Në 3 pozitat 8, 9 dhe 10 janë Llapi, Prishtina Re dhe Ferizaj që kanë tubuar me nga 6 pikë. Mysafir në emisionin e sonte, siç e paralajmëruan janë ekspertët e futbollit Ajet Shosholli, Rafet Prekazi dhe Ramiz Krasniqi, të nderuar mysafir, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Për të bërë një fillim të Gjirës së 7, zoti Shosholli, nëse nisemi nga thënia popullore që ku ka shi ka dhe bereqet, 24 gola që afërsisht i bien afër 5 gola për një ndeshje. Pati shumë shi, pati efikasitet dhe pati gola. Po të morë mendoj që është një ndër gjirët më karakteristike të kësaj sezone, deri me tani, sepse ka shumë karakteristika të cilat po mendoj ashtu më të veçanta se sa që kanë qenë gjirët paraprake. Një ndër to është domethënë atë që e theksove edhe ti, domethënë efikasiteti më i madh për këto 7 gjiro, mirë ndoshta edhe mund të llogaritet ndoshta edhe në kampionatin e kaluar, ku 24 gola të shënuara, domethënë që mesatharja që i thahet edhe domethënë për një ndeshje vjen 5-5. Edhe për një gol i bën domethënë afërsisht 5 gola për një ndeshje. 5 gola për një ndeshje që është efikasitet shumë i madh. Dhe inshallah mirë vazhdojnë domethënë kështu që është premtuese domethënë që tregon ndoshta që futbolli jo veç po luhet një futboll ashtu atakues apo një futboll sulmues. Domethënë përveç kësaj kemi thashë edhe disa karakteristika tjera të cilat vlen ndoshta ashtu të theksohen. Kemi edhe disa ekipe të cilat domethënë janë këndella, po janë fresku, domethënë gjatë në këtë gjiro, sepse kanë pas një start ashtu shumë të dobët, duke filluar prej ashtu Malishevës, ashtu po mendoj Llapit, si edhe Dritës. Malisheva tani i radhit 2 fitore radhazi, me thonë që më njëherë kalon në vendin e 5, pastaj Drita e cila për një dritë, për imazhin e Dritës nuk ka qenë ashtu po mendoj që për 6 gjiro me i pas ashtu 5 pika, ku e ka pas vetëm një fitore, 2 barazime dhe 3 humbje, e që tani domethënë me gjirën e sotit prapë domethënë arriti, unë po e konsideroj që është si ashtu po mendoj një e mbar, një e mirë ashtu domethënë dhe një këndellje, posaçërisht për ndeshjen paraprake që e ka ashtu ndeshjen ashtu ndërkombëtare, Conference League, e që është një gjë e mirë. Gjithashtu domethënë një Llap i cili domethënë Llapit mirë kemi thënë që nuk i dihet gjithmonë edhe në aspektin ndonjëherë ka ashtu po mendoj befasi në aspektin pozitiv apo në aspektin negativ. Kësaj radhe domethënë ashtu e patë edhe fitoren e parë, kështu që domethënë mund të jetë një shenjë, një simptom i Llapit që të hyjë në formën e duhur, sepse ka një ekip ashtu domethënë cilësore. Kemi edhe ekipe të cilat tani veç ndoshta mund të flasim për krizë, duke filluar prej ashtu Gjilanit dhe 2 ekipeve tjera ashtu Prishtinën dhe Ferizaj. Gjilani i cili domethënë sot humbi një ashtu në mënyrë bindse prej Llapit dhe
Tani për mu, për Gjilanin, për këto 3 ekipe mund të flasim që kanë hinë në krizë. Thash Gjilani, Prishtina e Re si edhe Ferizaj. Ne dim që Prishtina e Re dhe Ferizaj 3 gjirot e para nëse s'gaboj ka qenë vetë kreun e tabelës, derisa tani janë në fundin e tabelës. Kështu që them, kemi këto janë ashtu karakteristikat ashtu kryesore, nështë një ndër karakteristikat tjera mund të jetë edhe kjo, do më thonë, prej këtyne 5 gjirove kemi 3 fitore të mysafirve dhe vetëm 2 të vendasve, pas një barazim, e që, do më thonë, është një ashtu edhe njerë, po e theksoj një shej i mirë ashtu, po mdej për këto gjirë. Dhe edhe një gjë që kështa me cek, to më ashtu, se pako për këto 7 gjiro, ekipet e cilat i kam shqyqua, mendoj që në disa segmente të lojës, në disa ekipa jenë në trend shumë të mirë, dhe më thonë, kemi shumë segmente të lojës bashkohore, natyrisht gjithë një i referohemi cilësisë të cërën e kemi, këto i kësha viqu mas pari Balkan, i cilë me të vetë është në rrugë të mirë, ta kryen vërtet e ka për mendoj që edhe nështë edhe për të gjithë neve, spari për mu, dhe më thonë lojën ma të mirë, pastaj një Prishtinë, cila gjithashtu dhe më thonë e ka, ashtu dhe më thonë lojë ka një ekip ashtu dhe më thonë shumë karakteristike, me pozita karakteristike, mirë po edhe me lojë rjes edhe lojë të mirë, si edhe kështu e kësha vequ dhe më thonë Dugagjinin që ka një lojë stabile, si edhe Malisheven, ku me lojën e sot me të regojë ashtu dhe më thonë që është në rritje e siper, posaçërisht dhe më thonë kur thash disa segmentet e lojës bashkëkohore, ku tentohet të luhet me topën e parë, me topën e dytë, e posaçërisht sot Malisheva, e cila dhe më thonë të regojë që në finish, dhe më thonë edhe ku e kthej edhe rezultatin, që ma vonë sigurisht do të bisedojmë me vete, me një lojë të tillë, ama me një lojë rrjedhëse, e që është thëmë premtuese për futbollin kosovar, dhe më thonë që jemi duke shku ka progresi i futbollit kosovar. Zotë Prekazi, hiç takimi Dranica Malisheva, të tjera takime thuaj se është pritur fitore e skuadrat të cilat kanë arrit fitore, sepse në një farë forma po tjetër në letër ishin spaku favorit të letë. Kemi thonë gjithë në kampionat, po më të sot ka qenë një gjiro jashtëzakonisht e jeshëm për futbolin, edhe mendoj ata që i kanë shumë ndeshjet e kanë bu një lëshim, sepse personalisht mendoj gjithë që në Kosovë rivaliteti jashtëzakonisht i madhë mes ekipeve, po këtë pyetje që e bonët atër nuk bëhet fjallë shumë për rivalitet në këtë gjiro, sepse rezultatet nuk lejojnë mu shprek, është rezultati 5-0, 4-1, dhe të qka sot ka ndodhë që kjo që jeshëm është futbolli lutë për gola, kemi përcjell gjitha ndeshjet, kanë qenë ndeshjet jashtëzakonisht pëlqyeshme, mirë po këto që datë ju si favorit ndoshta kanë qenë, mirë po atëre kundërshtojnë vetë vetën që realiteti kërën pyetjen nuk mund me pa shumë favorit, mirë po pikrisht të që e datë si mas rezultate dule ashtu që i keni parashikuju. Kjo mu kalon pak me analizu ma tepër edhe ma thellë, që do që tjetë mendoj që një gjiro që dojë nga përlakmi, sepse ishin rezultatet me aksione gati gjitha ndeshjet, por për rivalitet nuk bëhet fjalla këtë gjiro shumë, edhe pse futbol dije që është loje pa parashikueshme, mendoj personalisht që sot ka ndodhur ato, ndoshta parashikimet që do ta poshtë lapën këtë rast, mirë po s'ka pas asnjë fitore, edhe pse ka kvalitet, duke marrë parasysh një kundërshtar Gjilanin i cili është në krizë të lojës, krizë rezultateve, anën tjetër një Prishtinë e re që s'mund mu këndell me një Ballkan i cili ka edhe kvalitet edhe përvojt din të menaxhojë edhe lojën që e ka të regu edhe sot. Anën tjetër, një Ferizaj i cili prap pëthëm, imi bazu në lojt e 6 mujorëshit vitit kalum edhe fillimi kampionatit, qysh fillimi pat 6 pika 2 ndeshje, edhe ta po get atë krizën që e ka mrena për mrena, një Prishtinë cila është ngritje edhe me lojë edhe me rezultate, e marim njëjtë shembull ne kem të dritën që ishte pa fitore me një Dugagjin, i cili Dugagjini tregon edhe lojën atë mirë, sot ka lojë të mirë, sido që tjetë, kjo është loja futbollit, por personalisht mendoj që një gjiro me shumë gola edhe sa do vërtetu që në futbol
nuk dihet asnjëherë, po sido që t'jetë pra po thëmë, menoj që një gjiro që arsyeton kampionatin e Kosovës, tash ekipi që kanë fitu normal morali ngritet, por po thëmë, është shim për shumë njerës që se kanë shu këtë kampionat, sepse ndoshta 5-6 gjirot e para nuk i një gola, so e një sot vetë për një gjiro 24 e thatë të edhe jeti, edhe mendoj që futboli dihet që luhet për gola, kjo është një gjë jashtëzakonisht pozitive. Zoti Krasniqi, deri në skuadra vendase erojtën drita që mujti Dugagjini, mundi Dugagjini dhe Llapi Gjilanin, nërsa kemi 3 fitore të skuadra musafire, që edhe është edhe një element shtesë i avancimit futbollit, këtë që e thanë edhe parafolësit. Po shpeshere kena bisedu rreth kësaj, që dhe thot nuk ka ma skuadra cilat nëse luajnë si vendes e kanë atë përparsin vendore, ajo nuk vlen më, dhe thot janë skuadra cilat jepin në fush maksimumin dhe në përmes një paraqitjes të mirë edhe kërkojnë edhe rezultat. Është evidente këtu që vetëm 3 skuadra për momentin dhe thot pëmbajnë, nuk i ka roka ajo kriza, mini kriza, sepse i kemi edhe disa klube që janë tue, që thonë janë tue... Të i kalu krizën? Jo që e kanë të i kalu krizën. Ende pe vun krizën, po është kriza ajo minimale, do thotë Prishtina, Ballkani dhe Dugagjini ende s'kan mri deri taj momenti i krizës minimale, kurse pjesa tjetër duke marrë parasysh ndoshta pak Drenicën, se ato tjera do thotë të gjitha kanë pas ato ramje edhe ngritje momentale. Këto janë ato mini kriza që në momentet caktuar ndikojnë drejt për drejti edhe në rënditjen e tabelës, por edhe në atmosferën të përgjithshme të klubit edhe të skuadrës. Hupet ai vetbesimi, shpeshherë kena biseduar në thot individual, grupor edhe kolektiv, edhe është jashtëzakonisht vështirë ta përballojsh ato. Sa më shpejt e përballon, do të thot eliminon atëherë, do të këndellësh edhe do të vazhdon matutje. Kështu që mendoj që këto skuadrat 3 skuadra. O shumë interesante, vendi i fundit Ferizaj, i ka 6 pikë. Prishtina Re dhe Llapi, 3 ka 6 pikë. Po, e kemi dhe thot Malishen me 10 pikë, diferenca 4 pikë. Ajo është asgjë. Dhe thot nuk është diferencë në e madhe, dhe thonë është problematike, sepse është gjiro e 7 gjiro, dhe thot jo 21 pikë në opcion kanë qenë edhe, tash janë rënditja tabela me këto pikë. Kështu që do të shojmë në vazhdimësi kush do të përballon krizën ma herët ose ma gadal, edhe normalisht do të jetë ajo vazhdimësia negative ose pozitive. Siç po shihet këto 3 klube që në krye tabelës janë të menaxhu për momentin mjaft mirë, pavarësisht që Dugagjini e ka hupë këtë ndeshje si musafir, por në tabelë gjendet jashtëzakonisht mirë edhe vazhdimësia e këtyre 3 klubeve do të ndikon shumë edhe në rënditjen e tabelare. Sepse 3 klube luajnë kundër 3 klube të do thotë janë në vazhdimësi gjithmonë, edhe pastaj do të shohim kush do të jetë aty në fund, edhe do të që thojnë fund ose dal nga dal. Shumë problem është, sepse nëse kalojnë edhe 3 gjiro, nuk ka ndonjë ndryshim rënditje, atëherë shihet shumë qartë që këto skuadra janë në krizë, kurse ajo pjesa do të vazhdon atutje. Është për të lavdruar dhe me të vërtet një kënaqësi e veçantë në 5-0 në këto janë 24 gola, efikasiteti është maksimal, është po shumë kjo do të thotë që përmendi dhe Bacajet një lojë shumë ofanzive, edhe me një agresivitet sportiv në fush, edhe paraqitja e futbollistë është në nivel të duhur. Por tash janë disa skuadra prapo kthehen atë që e kanë krizën, si do ta kalojnë, sa më shpejt atëherë do të këndellë. Kështu që do ta shohim në vazhdimsi. Do të fillojmë për të analizuar takimet një nga një, do të nisim aty ku pati më shumë të gola në stadiumin Bajram Aliu, Malisheva poshtë Drenicën 4-3 pas një finishi shumë dramatik. Zoti Shosholli, Drenica ishte me përsi 2-0, 3-1 dhe 4-3 fitoi vonë Malisheva.
Po Drenica hyri në këtë ndeshje domethënë pas dy fitoreve shumë të rëndësishme, edhe ato dy fitoreve kundër dy ekipeve gjelana, se Dritës respektivisht ashtu Gjelanit me rezultat identik, po më dhe 1-0, edhe pse dorën në zemër, po më dhe fitoria ndaj Gjelanit ishte një dhuratë e Gjelanit, sepse ishte një autogol ashtu po më dhe në sekundat e fundit. Mirë po si do që tjetë qëtojnë fitores nuk ishi qohet në dhëmë, mirë po fitoria është fitore. Dhe normalisht mendoj që kanë hy në ndeshje me një ashtu po më dhej në pikpamje psikologjike, ashtu po më dhej me një pozitivitet që do të vazhdojnë dhe serin e ndeshjeve me rezultate pozitive apo me fitore. E që fillun ndeshjen ashtu mjaft mirë, ishin të më thonë vetëm për 10 minuta nëse s'ka bëj, kishin po më dhej e përsin për 2 goleve, deri në minutën e 10. Pastaj një Malisheve, cila dhe me thonë dikur ka pjesa, po më dhej e fundi pjesës e parë, zbagloj rezultatin e 2-1. Mirë po që Drenica u këndel, u rifresku dhe prap po më dhej boni avantajën për 2 goleve dhe avansoj me rezultatin 3-1. Mirë po një Malisheve, e cila që karakteristikë kryesore që thash pak në fillim, me thonë që tregon një moral të lartë, dhe me thonë sepse, me thonë, pikërisht që është ajo teza, dhe me thonë, ata sot aplikun atë tezën, dhe me thonë që thua që të loja luhet 90 minuta, dhe në asë një moment edhe dyhet, dhe me thonë ishin e disavantajsh për 2 gola, mirë, po nuk u dorëzun asë një moment. Posa qërisht finishin e kishin ashtu, po mdej shumë të sukseshëm, ku lunin një futbol ashtu me topin e parë, me lëvizje të futbolizve, ku bashkëlojtari i cili kishte topin gjithmonë kishte 4-5 zgjidhje, sepse, më thonë, vetë lëvizje e futbolizvet e tjerë, ja mundësonin futbolistët i cili e ka topin, më thonë, të ketë shumë zgjidhje, fatëbarsisht ata i gjetën edhe zgjidhjet më të mira, dhe më thonë se e këthyn vetë rezultatin, dhe më thonë edhe barazun edhe në sekundat e fundit, dhe më thonë edhe pse me autogol, mirë po një akcion shumë i rrjedh, shumë ka hanë e amajt, ashtu po mendoj me plot merit e fitun ndeshjen ashtu më dhe 4-3. Dhe po e them edhe njerë, edhe kemi diskutuar në emisionet tjera, dhe me thonë që një Malisheve cila veç po këndjelet, po rifreskohet, sigurisht me punën e shtabit teknik, normalisht edhe me kohën e futbolistëve të cilët, dhe me thonë, të cilën kanë mirë, po, mendoj që është një shej i mirë, një simptom i mirë për Malisheve, dhe me thonë që do të ketë rezultate optimale, karshi cilësisë të cilën e kanë. Tuti Prekazi, një ndeshje shumë dramatike, në fund shënoj fitore Malisheva dhe ato që e thatë shumë gora kanë shuar shumë sot ata të cilët ndoshta nuk e kanë përcjellur këtë xhiro, veç pas edhe për këtë takim i cili prodhoi gola, aksionet mira, dramë dhe gjithçka që i duhet një futbollit bukur. Po e përcjellim lojën, mendoj që Drenica shumë merret kollëç me 2 golla diferencë, edhe mendoj që në minutën e 13 ishte 2-0. Po. Mirë po problemi ishte krejt diçka tjetër më ndej gjatë rrjedhës lojës, ndoshta momentin e duhur që shëndohet futboll, Malisheva shënoi në pjesën e parë gol, që është një varg ligji që nuk shkruhet, ajo futbolli ka ndodhur ata që luajnë, thjesht u kthyn lojën me një rezultat 2-1, ndryshe të kishte qenë pjesa parë 2-0, ndryshe 2-1. Pikërisht kjo që ndodh shpesh futboll, pas shënimit golit Malishevës, mendoj që pjesa e dytë ka qenë për lakmi. 2 ekipe cilat jeni vendosën me fitu ndeshjen, mirë po ato që bam për pjesën e 2 që po e thëmë, një Malisheve cila ka lujt shumë rrjedhshëm. S'ka pas aty lojtar, pos bruti me teknikën që e kanë lojtar tjerë, mendoj që një kohë shumë gjatë, s'kemi pa as të lojtar gati s'ka lujt me ma tepër se 2 prekjet e Malisheva edhe bëshin tranzicionin me numër shumë të madh lojtarve që krejt gati ishin aksionet bukre edhe rezultati më ndej prap ishte, kushtimisht të thëmë, në favor Drenicës ku u bo 3-1. Këtë lojën që po e thojmë Malishevës, që se kum pa Malishevën së do mos i vjetë kurse si kësi loje, as atër
nuk e hupën vetë besimin me këto që bëhe thëmë loje, që mos mes fushor, sulmi, kam pas shumë lëvishmërit madhe dhe i ka dalë shumë probleme ekipit Drenicës. Edhe nuk ka zgjatë kjo që është zgjatë në futbol një period, sepse me perioda danë ato gjatë deshës, aksionet, gati non-stop ka ndodhën ky presion për i Malishevës me shumë pasime të sakta dhe të shpejta. Edhe arrin me barazu rezultatin 3-3, edhe këta që e vrejnë lojtarë, në përgjithësi e vrejnë edhe Drenica kundërshtarin, që jo një presion jashtëzakonshëm, ajo vrejt mandej një ramje të Drenica, ndërsa vetë besimi i plot, edhe kjo loj shumë me pasime të shpejta edhe të sakta të Malisheva, mandej më ke një farë mënyre që shumë ndodhë futbol, si dhurat me një autogol edhe fiton në ndeshën fund. Mendoj që ndoshta ajo që ka ndodhë në fush edhe barazimi, kështë me qenë pak ma real, si do që tjetë, mendoj që i kam pas mandej të rezultati 3-2, 3-3, a i bruti e diso. Kretë jenë konë aksionet të ndërtu me mirë edhe kretë logikshëm. Mirë, por nuk ishte fati në nën e tëmve, edhe ku mendu që me një barazim do shtë angazhimi edhe i Drenicës, 2 herë kovodhesh me 2 diferencë, edhe së do mos shpe, që ndoshta kështë qenë ma real rezultati i barabartë. Si do që tjetë, unë mendoj që kjo është dhurat për lojtarët e Malishevës, që kjo vetë besimi edhe angazhimi, edhe precizitetin pasime, kam bo disa akcione jashtëzakonisht të bukra, mendoj që edhe pse u kry 4-3, 2 herë kanë qenë ka 2 gola dizavantazh, kjo punë e madhe në Kosovë, radhë më me ndodhi sot, si do që tjetë mendoj kjo rezultat, ai që e ka pa lojen, nuk unë me thonë që nuk është fitore merituar e Malishevës. Do t'i krasni që nga karriera e gjatë e juaje, gjithmonë është thënë që për të fituar duhet të angazhim maksimal, duhet të zbatohen rregullat dhe disiplina taktike, mirë po dhe është edhe një element që e thoni dhe shpesh ju trenerat duhet të ketë edhe pas sportiv. Duke që në këtë takim Malishevën e përcillit pati sportiv. Pajtoni apo ju? Po sigurisht që është një pjesë e asaj pa tjetër, sepse në jetë ndoshta kesh fatin, sidomos në sport, se në momentet të caktuara dhe që thojnë në vend ose në hapësirë të caktuar, ndoshta kesh fat ku gjendesh edhe kur. Unë mendoj që pavarësisht nga kjo është jashtëzakonisht vështirë ti pas një rezultati 3-1 ta ndjeksh rezultatin jo për ta fituar, por për të barazuar ose eventualisht ta zvoglosh atë diferencën e goleve. Sa ka lujt mirë Malisheva, dhe thot ai angazhimi, dëshira, motivi, ka qenë fantastik, po në anën tjetër është një kritik për skuadrën kundërshtare, dhe thot për Drenicën, sepse të rezultati 3-1, ti me humb lojën është diçka e jashtëzakonshme. Duhet me qenë njeri shumë i sinqert edhe profesional. Nuk ndodh rrallë ndodha, nuk ndodh shpesh. Nga një rezultat 3-1, do thot ta hupsh lojën, janë 3 gola në pyetje. Tash, situata ta imponon si dush edhe mu paraqit edhe si dush me menaxhu situatën. Nëse nuk e menaxhon ashtu si duhet, ose je me plot vullnet edhe mendim që kjo loja do të kryet ashtu, del edhe kundërta, do thot nuk e paske menaxhu, do thot ndeshin mirë si duhet. Ata do të me vrapu 2 herë më tepër, angazhimi do të me qenë vullneti, dëshira, këto ajo pjesa që është e domosdoshme për të realizuar një dëshirë edhe të ndryshosh një rezultat, ku jetë hub 3-1. Ajo nga aspekti psikologjik ajo të shkatron. Por, këto që cek edhe Rafeti, dhe thot, është një e arritur në një jashtëzakonshme, pavarësisht, dhe thot, kjo të regon avancimin e futbollit kosovar në përgjithësi. Punë të gjithë ajo që shkon përreth punës të një skuadre. Nuk është letë 3-1 ta barazojsh, edhe mendon që u kry në të vërtet ti kërkon edhe diçka ma tepër edhe e fiton ndeshje. Ato janë me të vërtet momente dhe situatat për një skuadër fantastike, kurse për skuadrën tjetër është dizastr, është katastrofë, sepse në këtë situatë është shumë rrallë që në Superligën e Kosovës dikush duke udhëhequr
3-1, ose 3-0, ta ndryshosh rezultatin edhe ta fitojsh. Më kujtohet, shpesh herë kena bisedu këtu për Prishtinën, e kujtohet. Shpesh herë ka u ndeshjen dhe thot për 20-22-3 minuta, por në kuptimin që ka lujt Baras, nuk i ka up. Kem disa ndeshje, kjo të tregon atë pjesën që më të folë tash. Nuk u përfundu kur gjë që përdo të bacet, se ne kem gjithmonë atë termin. Pa im shu referi Pipit. Nuk kryet loja. Nuk kryet loja. Mu për atë shka kjo është një emerit, një lavdat e jashtëzakonshme për trenerin, për të gjithë futbolist, se besoni, se kena përjetuar në karierë, që në këto situatat të shkatrosh psikikisht, se nuk mund është mu këndel, për me arrit, bile Baras ose mu afru, sa të kudo. Por në këtë rast, dhe thot Malisheva ka dhonë maksimum, ka të reguar nivelin në duar, sepse ka qenë me të vërtet edhe ajo në krizë, edhe në përmes një paraqitjes fantastike, angazhimit të gjithë futbolistëve, si individ, si grup, dhe thot e kanë ndryshuar rezultatin edhe kanë fituar. Urime. Në të shosholli, Drita Dugazhini 3-1 në një periudhë kohore ku Drita fillon të jep sinjalet e këndedhës, ndërkohë që e ndal Dugazhini në fazën ku vetëm filloi që të kishte një hapërim drejt vendit e parë në tabelën e klasifikimit. Po një dritë e cila mendoj që nështë është fillimi i dritës ashtu që të zhblokojët si ekip, shtu si kolektiv, dhe më thonë nga ngarkesa psiqike, sepse edhe njëherë po e theksoj që e thashtë dhe në fillim dhe më thonë për një kampion aktuel që është dhe më thonë edhe ashtu dhe përfaqësus në garat ndërkombëtare për ato 6 gjiro t'i ketë vetëm 5 pika ka qenë ashtu me të vërtet ashtu një zhgënjim, mos thonë total mirë, por një zhgënjim i madh për tërë ekipin. Në vetëm një fitore ka qenë. Dhe një fitore, 2 barazime, kështu që mendoj që sot mund të jetë ndoshta nisme një zhbllokimi posaçërisht në aspektin ashtu psikologjik, sepse mendoj ndoshta si shembull mund ta marrë edhe shansën e Manajt, i cili dikun ndoshta ka mund minuta 10-12 kishte një shans prej 4-5 metrave goditi ashtu transversalen, pastaj pas dëbimit të topit prapë ai, po topi u kthy prapë, ai nuk shënon prej 4-5 metrave mirë, po për mi porte. Do të thotë që unë e lidhem me atë, do të thonë që është një ngarkesë psiqike, do të thonë jo vetëm Manajt mirë, po ka qenë edhe tërë ekipit. Dhe pas asaj ekipi i Dugazhinit avanson një aksion të mirë, për më ka hana djathtë nga ana, do të thonë e ekipit. Isufi në minutën 20. Po, Isufi në minutën e 20. Mirë pra po këndellën, kështu po më dhej, ashtu Drita nuk zgjati shumë në minutën, me kohë, do të thonë, barazoj rezultat, minutën 22, mas 3 minutave, do të thonë. Balaj, po, ishte një aksion, po, Ovuka, ashtu Abazaj dhe Balaj, ka hana djathtë pastaj e goditi topë dhe barazoj rezultat. E që ishte, do të thonë, një komponent shumë e madhe për Dritën që ti normalisht që të rejke, dhe më thonë edhe vetë fitores, e që fatbarsisht e arriti, dhe më thonë, mirë, fatbarsisht për ekipin e Dritës, që shënoj edhe 2 gola dhe fitoj, mendoj me merit. Kundër një Dugazhini, i cili ka tani veç, po shije që Dugazhini ka formu një ekipe cila nuk ka kompleks të inferioriteti, dhe më thonë, pa marë parasysh a lunë në Klin, apo lunë dikun në Gjilan, apo kudo që... Nuk e respekton rivalin. Nuk e respekton rivalin. Prandaj, me të vërtet ashtu, po thonë, në krye me atë kapitenin Merlaku, i cili tani, po më është një gola shenus ashtu i spikatur, them edhe një, si duket, kapiten lider, cili po udhëheq ashtu mirë ekipin edhe në vetë fush, ishte një, asi do më thonë, një fitore, po thonë me madhe, mirë po një fitore shumë e rëndësishme e Dritës. E posaçërisht edhe njerë po a theksoj, është shumë pozitive edhe në atë po më dhejtë aspektin ashtu psikologjik që para ndeshjes të cilën e ka ndeshje ndërkombëtare dhe më thonë do të hyjë dhe më thonë me një normalisht me një qasje krejtë ndryshe se sa të kishte pas sot dhe rezultat negativ. Zoti Brekazi, Drita Dugazhini 3-1 në një ndeshje e cila vërtet pati edhe ato kthesat e veta. Ajo që më nën përshtypje është se Dugazhini shënoi i parin me po shumë shpejt u kthy Drita. Brenda 2-3 minuta në harkun kohë, 2-3 minuta barazoi rezultati. Po vërtet, kjo i bën tash që një Dugazhinit i cili si vetë po lunë jashtëzakonisht mirë, edhe mendoj që veç një humbje ka pas deshin e parë shpejt që e ku me karu, po edhe ato mendoj që me paraqitjen e Dugazhinit asa det futbollo, kjo se ka meritu me humbën deshin, sepse ka bo edhe raste edhe
ka luajtur jashtëzakonisht mirë, por futbolli kësaj një ndërlidhet me ndeshjen e sotme. Edhe golin e parë kur e kanë shënuar me tranzicion, jashtëzakonisht aksion i bukur edhe përfundimi i atij djalit Isufja, ku e di. Po, Isuf. Një goditje jashtëzakonisht inteligjente edhe mendova se kjo te Dugagjini do të shkon për marrë dhe do të mbetet aty, që nuk do të thotë që nuk ka ala shansa. Mirë po një dritë e cila u ringjall në aspektin e lojës, jo lojë që i pat para prakë në Kosovë, edhe ta arsyetim me futboll, unë nuk i pranoj asnjëherë pa më parasysh për Kronjan, jo lodhja, jo ku e di, po jo lodhja futboll nuk ekziston, sepse ato janë arsyetime, pra po thonë si pranoj. Çdo që të mendova që drita qatë jo paraqitin e mirë dhe rezultatet jo të mira që do të vazhdojnë mas këtij aksionit edhe psimit golit. Por ndodhi e kundërta kur e dim që drita ka mbrana për mbrana edhe fondin edhe kvalitetin e lojtarëve. E ajo te ekipi dhe lojtarët e mirë që janë kvalitet, ato kriza nuk mund shumë gjatë me zgjat. Çdo që të jetë kohën e duhur rebarazoj, andej mure dhe kontrolin e lojës, ajo që më ka pëlqyer shumë, që po them edhe për Dugagjini asnjëherë edhe të udhëheqë edhe kur ishte avantazh, nuk u kthy mbrapa, nuk luajti lojën defanzive, që nuk po tregon Dugagjini atë lojë, po tregon shumë lojën atë hapura me tranzicion jashtëzakonisht mirë. Çdo që të jetë mendoj këto shprehje erdh mandej kvaliteti i lojtarëve dritës, që din me dënu edhe i shënun golat. Por tash ka arsyetime futboll prapë po them. Unë si pranoj, s'ka arsyetime futboll se gjithë. Ajo që më kalon mu, që e njoh Dugagjinin edhe Kosovë përgjithësi, ndoshta ka mujt pak me ndiku mungesa e trenerit që u kon Munish. Po nuk ka qenë te via, ndryshe është bërtime e tij me zgju dikon pe lojtarëve prej atje. Pra po them, kjo nuk vjen shprehje arsyetim futboll, po duke e njoft ato si trener dhe lojtar, kur nuk e shohin njerin aty, se ka lojtar që e njeh mentalitetin trenerit, dikuj duhet me bërti, dikuj mu kthim mbrapa, ku e di, pa në çmu dikon aty që është ndihmësi i tij, ata e marrë vesh. Nuk do më thonë kjo kurgjë, se atëherë bjen që përja mohon t'i lojën e mirë dritës edhe fitore, po duke e njohë Dugagjinin që ka lujt jashtëzakonisht mirë krejt këtë kampionat, edhe po tregon lojën atë hapur, edhe ka tranzicion edhe defanziv edhe ofanziv jashtëzakonisht mirë, kemi prit nga drita që do të ringjallet. Mirë po pikrisht me një Dugagjin këto që po e thom, pak u konë ma vështirë edhe për trenerin e dritës, edhe për ekipën e dritës pikrisht sot, edhe pse u prit veç momenti kur drita, kvalitetin që e ka, ajo duhet me lujt një ndeshje mirë edhe me fitu. Pikrisht ndodhe sepse e tregun që kanë kvalitet edhe karakter si dritë si ekip, mas atymve rezultateve jo pozitive që i kishte gjirot e fundit, edhe vjeni Dugagjin, i cili lunë mirë dhe u dheq në Gjilan 1-0, kjo tregon mandej që drita ka karakter edhe ka kvalitet brana për brana, që do që tjetë mendoj që fitore e meritum është e dritës. Zoti Krasniqi, dy komponente që u pa në takimin drita Dugagjini është ajo që i cekën në paraport që Zoti Prekazi në fund kur tha që është cilësia e dritës dhe përvoja e lojtarëve. Kjo vrejt veç pas në pjesën e dytë, sepse drita, si sot në zhargonin e futbollit, e shkeli topin edhe fushën. Po nëse e shojmë, ashtu unë mendoj që të dy skuadra kanë lujt jashtëzakonisht mirë. Se kom pa dhe e lojën, mendoj që të dy parë kanë pas ato momentet dhe lojën e tyre. Momentet caktume do thotë ka dominu drita, në momentet caktume do thotë edhe Dugagjini ka bën një paraqitje të mirë, do thotë ndërtimin e lojës edhe këtë ajo që shkon deri te porta edhe i kanë rreziku disa herë. Te rezultati 1-0, 1-1. E ka bjene për pjesën e dytë. 2-1, do thotë loja ka pru shumë momente të befasisë edhe të rrezikshme për dy parë. Kjo është ajo që do thotë përvoja cilësia e skuadrës, pastaj komponimi i skuadrës. Njohja e tyre do thotë janë të luajtur një kohë gjatë, mos të harrojmë edhe një fakt. Drita nuk ka luajtur me ekipën startuese. Po. Vetë. Edhe kjo është një faktor, por ajo pjesa tjetër do thotë. Po kjo është edhe një element Zoti Krasniqi që fondi i pastër i lojtarëve të dritës. Bravo, që ma morë fjalën.
E vërtet është kjo, do thotë ka mundësi me bo lëvizjet në skuadër, edhe me bo një të thëmë, pauzë për disa futbolist, edhe me atë ekip mundet me bo, do thotë, rezultat të favorshëm për skuadrën. Por, mos të harrojmë, edhe vërtet Dugagjini ka bo paraqitje të mirë. Nuk është mbyllë edhe me prit ndonjë kundërsulm. Jo, loja ka qenë e hapur. Nga dy palë, do thotë, prej momentit fillimi ndërtimit të lojës deri te finalizimi. Ose të kundërtën. Dugagjini njëjtë, do thotë, ka filluar ndërtimin e aksioneve, edhe pastaj i ardhi situatën me rreziku portën e kundërshtarit. Ka qenë në momente të caktuara edhe presingu i lartë nga të dy palë, momente të caktuara, por kjo është një faktor tjetër ku drita ka treguar, do thotë, ku ka dominu për një njansë ajo përvoja, cilësia e lojtarit, edhe normalisht në tërësi ekipës, edhe është ardhur në situatë ta dënoj kundërshtarin. Në anën tjetër, kundërshtari nuk e ka shfrytzuar, drita ka ditë me menaxhu situatën, do thotë te 2-1 edhe te 3-1, edhe normalisht gradualisht dalë, do thotë e ka pru lojën deri te përfundimi. Kjo është ajo pjesa që shpesh e pecekim gjatë komentimeve kështu, edhe bisedave, analizë, që fondi i lojtarit ty ta jep mundësi me manipulue me skuadër në momente të caktuara, do thotë ta fush 1 ose 2 ose 3 futbollist, edhe niveli ty në është pothuajse i njëjtë, ti nuk humb asgjë. Kurse skuadra tjetra, do thotë, dallohen në ato pozicione ku nuk e kanë, do thotë, futbollist të njëjtë, nuk ka konkurrencë sa duhet, edhe normalisht që ndikon edhe në paraqitjen e lojës, por normalisht edhe në rezultat. Në Shosholli fitore më bindë se në këtë gjiro ka arritur Prishtina 5-0 kanë poshtë të Ferizaj. Po një Ferizaj që e thamë të gjithë që në fillim dhe me thanë që tani veç ka heju në ashtu krizë edhe pse e pat ashtu startin ashtu njaftë të mirë. Një Prishtinë e cila tani do të thotë ka heju në një formë mos të më optimale, mirë po në një formë të duhur, dhe një Prishtinë që për mua ka shumë pika karakteristike ashtu në repartet e tyre, dhe me thonë pika karakteristike apo futbollist karakteristik, duke filluar prej 2 mbrojtësve, ashtu djathtas Ramiz Bytyqi dhe majtas është Salletiq, të cilët dalin shumë shpejt nga para, dhe me thonë e kanë një tranzicion shumë të shpejt, dhe me thonë qoftë një qoftë tjetri, dhe janë shumë një ndihmese madhe, ashtu për repartin apo për pjesën ofanzive të ekipit, e që do me thonë krijojnë një e përsi numerike pozitive, me thonë e që me krosimit e tyra gjithmonë, dhe me thonë ashtu mirë gjithmonë, dhe me thonë janë në rrezik permanent ashtu pëmdej për kundërshtarin, gjithësisht i kanë shumë ashtu pëmdej krosimet e sakta për bashkëlojtarët e tyre. Mirë, deri nështë sa i takon lojës, unë mirë i kam që një të gjithë lojën, mirë po deri në minutën 20-25 nështë nuk ka pas që ka ndodhë diqka qoftë nga Prishtina, qoftë nga Ferizaj. Mirë po, prej minutës 29, kur Prishtina ashtu shënon golin e parë, ashtu në përmes të Ilievskit, po. Mujës. Golli parë është i Ardian Mujës, Ilievski shënon golin e dytë. Po, bravo. Mirë po, aksioni është po me rjedhë prej mes fushës, deri te Ilievski, i sidhi qëtë prej lojës 3 lojtarë, i ka 3 lojtarë afer dhe do më thonë asiston një asist për muje që ka qenë më shtirë nështë ashtu të huqës sa të shënohet. Dhe si një këthimi revanshit, të thëmë ashtu për mdejnë kërë, ishte goli i 2, do më thonë kur muja asiston për ashtu. Me Ilievski, do më thonë kur me një intuit, ashtu, do më thonë që me të vërtet, ashtu, dhe muja tash ka fillu të hynë atë formë e dur, prapa shpinës të kundërshtarit, do më thonë, Ilievskit, si me të asgjat tjetër vetëm të ashtu i topin në nuk. Do më thonë që është një koordinim mes futbollistëve të Prishtinës, posa që është mes të në dyve, e që është një gjëa mirë ashtu për Prishtinë. Prishtina ka, kur thash, disa pika karakteristike. E ka dhe një mesfushor që për mu tani nështë spaku për këto lojë që i kam shqequ, është një ndër mesfushorët më të mirë, Gjelbrim Tajipi, i cili ka pasime shumë të sakta, pasime në thellësi, do më thonë precize, ku gjithmonë janë, do më thonë... Fiton shumë duelin me susha. Plus, do më thonë edhe pjesën defanzive, prandaj
për mu, për këto ndeshje, mendoj që është një ndër futbollisti mes fushori maj mirë deri me tani. Mirë, ishte një karakteristik tjetër e lojët Prishtinës, sot shënoj edhe një futbollist të ri, Zeqiri, i cili, nëse se zgaboj, po të më thonë ishte që është mirë, është një gjë pozitive shumë për te që për herë të parë shënoj për golën e ty, për golën e ti për Prishtinën. Edhe pastaj pasun edhe golat tjera, ku një Ferizaj i cili ishte i dezorganizum në repartin e mbrojtjes, nuk markonte lojtaret, nuk ishte në mënyrë pozicionale, nuk u vendoshin ashtu si duhet me u vendos, e që Prishtina i shfrytëzoi më thonë në mënyrë maksimale të gjitha këto dhe shënoi do më thonë edhe gollin e 4 edhe 5, e që një karakteristik tjetër duhet të them edhe për Prishtinën, që ndoshta për Prishtinën për folim më tepër, Baftiu, që 2 ndeshje do më thonë me njëherë pas 2 minuta kur hinë shënon. Edhe kundër Prishtinën e re, Prishtinës e re, që ishte avantazhi 2-0, dhe sot për rezultati 4-0 ishte Baftiu që shënon. E që është edhe një e mirë pozitive, me thonë që futbollistët kur hinë nga banka, me thonë tentojnë, nuk hinë me një ku ta dimë me një loj dëshprimi, apo me një loj prepotencë, sepse hypë prej bankës, mirë po, që është një gjë pozitive, të më thonë ata që duan të kthejnë rezultat, në vërtet duan që rezultatin të më thonë të kenë sa ma bendës. Që është një gjë e mirë. Të Brekazi, mbaj mend që keni thënë për skuadrat se kur futen në atë krizë, është shumë me rëndësi se sa mbajnë krizën, se sa mund të dalin nga ajo krizë dhe veç pas skuadrat e mëdha dalin shpejt. Duke që Ferizaj është futur në atë mini krizë dhe gojë vështirë ka për dalë. Pajtoni apo jo me këtë konstatim? Pajtona plotësisht tonë gjithë sepse mas deshës nga Kosovë njofë me ekipet, lojtarë, edhe thanë rivaliteti që ekziston sot s'ka ndodhur golla. Edhe pikërisht këto që e thatë, pse Pajtona për shumë arsye. Ka qenë një krizë Ferizaj që i kemi lëvdu për ato ndeshjet e fundit, kampionatit kaluar edhe 2 të parat, tregoj një lojë jashtëzakonisht mirë, që ka ndodhur të Ferizaja ata e dim, po mu ndërlidh me pyetjen e ju drejt për drejt, edhe çdo trajnerit botnor dhe ekipeve botnore mas ndeshje pak kush ka logjik, ja gjon sa dush gabime edhe futbolli e lojë gabime, në futboll fitojnë ndeshjen ata që pak gabojnë. Çdo që tjetë këto që thatë pse Pajtona me Juve është. Ferizaj që ka përgatit lojën atë adin, po unë e thomë mas lojës tash ma letë. Ferizaj e ka mundësu Prishtinës, sidomos mas 1-0-2, me jap edhe lojë ma të mirë Prishtina, edhe me shënu shumë letë kodë. Pikërisht të po e thomë, Ferizaj për shembull, si mas me është ndoshta ndryshe të përgatit këtë ndeshje, ata e din që kanë qenë krizë dhe të lojës, edhe në mundu ashtu e kam fillu lojën edhe me një agresivitet jashtëzakonshëm. Mirë po ka pas shumë mrapa hapësina që një ekip si Ferizaj me një Prishtina në këtë rast i ka lojtarë shumë shpejt edhe ka rezultate, po edhe ekipe tjera në Kosovë që po e thojmë rivaliteti është duhesh ma kujdesshëm me fillu ndeshjen, edhe Ferizaj ka shku me atë sistemin në futbol në këtë ndeshje, thuse dhe ndihmtar është për Ferizajin, si sot popli krejt ose heq. Edhe mendoj që kjo i ka kushtu, sepse moralit e lojtarët mas 1-0-2 ka ra jashtëzakonisht, edhe u dok një Ferizaj e shka përderdhën, edhe taktikisht, edhe fizikisht, që Ferizaj nuk është kë, Ferizaj e që ka pas paraqitjen. Pa ja mohu Prishtinës lojën e mirë edhe rastet edhe gollat. Kretë kanë qenë gollat bukur edhe me aksionit mire. Mirë po kjo është, une që shëkum pa ndeshën që një Ferizaj ka i pa tjetër, ja me fitu ndeshën ose bim për i ligës, që menoj është futbol gjë e keqe, pra po dhe mas dojës analistë zgjësëllës ekip botja, po njeri që e për cilë topin, po në këtë rast mendoj që Ferizaj është dash me agresivitet, si loja tjera, mirë po ma kujdeshëm, kushtimisht e dhem, mës me pranu gol shumë shpejt për Prishtinës, sepse është gjende Ferizaj edhe me shënu. I bjen kështu shkurt, ma tepër, pra po thëmë, mës me amuhu lojen, jashtëzakonisht të mirë të Prishtinës, sepse Prishtina ka marrë vetën me loj, pak ja ka mundësu edhe Ferizaj pikrisht të që po të mune. Edhe te goli parë, për shembull, ka qenë me një kundërsulm,
ku ka qenë vetëm që një qendërmbrojtës i Ferizojit vijën e fundit, e dihet që muja ata lojtarët janë jashtëzakonisht shpejt, edhe kësi mënyre nuk është dash Ferizoj fillon në ndeshën, do shta kjo ka ndodhë dhe sështë e jona me analizu që ju ndërprej ndeshja publika me zvete, ato që në për neve për analizë, veç mendoj që mas ndeshës dhe ekipet ja gjo gabimit. Do shta Ferizoj është dash pak ma qetë dhe me dorim ma të madhë, mja fillu ndeshës me një Prishtinë, e cilë është ngritje të formës edhe të rezultateve. Sepse Ferizoj e prapo dhëmë, si mas minimi tajmë që akun pa unë atë, Ferizoj ka shku jo sot, jo kret, jo hiq. Kjo mund me të kushtu në futbol dhe ekipeve shumë këllaja. Pse po e dhëmë këto, sepse vret mandej të lojtarët e Ferizojt, janë shka për derdhën. Asë një rast nuk e gjohën ti për shambull, kur 2 lojtarë, 3 bojnë presingu kundërshtarë. Minimumi janë 1 me 1 ku lojtarët e Prishtinës janë ma shpejt, edhe i vrejnë kretë golat mandej janë një varmënyre hapsin ka shumë për lojtarët e Prishtinës, edhe shumë let vinë bashkëlojtarët me bashkëponu edhe për ato e në kërë edhe golat e bukra. Kështu ta mundëson një kundërshtarë në këtë rasim Ferizoji, si do që tjetë Prishtina për çdo lavdate, këmi thonë edhe emisionin e kalum, një Prishtinë që tash po komponohet jashtëzakonisht mirë, edhe një tash është edhe pak për lavdat treneri, cili kemi thonë këto rezultate edhe lojt e mira tash që pëtërgon Prishtina ka kvalitet, e tha jeti për do mes fushor është sulmi, janë mrapa i komponu me ekipi, por i shkoj lavdatat edhe trenerit, i cili ka qenë një Prishtinë që ka emën edhe klubi madhë, ku ka pas shumë gjanat cilat nuk i përgjaj një klubit, ju kujtohet, s'ka dash me ebë dorheqe, ku dorheqe, me menagjua, ajo është punë e madhe, mirë po këto gjana me rezultat edhe me lojt mirë, i te i kalon. Shembulli ma i mirë është Prishtina, e cila tash veç logaritet edhe të skuadrat tjera, se nuk janë rezultatet shumë momentale, por Prishtina po tregon edhe një lojë jashtëzakonisht mirë për shumë arsye. Nëse e vreni ju lojtarët e Prishtinës edhe në Prishtinë edhe këtu, sidomos gjirot e fundit. Komponimi kërë më pyet, lojtarët e Prishtinës shumë pak bojnë prekje me top edhe në lojtarë shpejt. Një ekip e cila bon pak prekje me top të lojtarët e Prishtinës, bashkëpunojnë shumë shpejt lojtarët me zvedi, kjo është një gjë jashtëzakonisht pozitive edhe respekt për lojt që për të regon Prishtinë. Zoti Krasniqi, mund të përkuvizojmë Ferizoj Prishtina, Ferizoj shumë i zbet Prishtina Shkelqeu. Me të regu drejt këtu, mas shumë ti më vjen keq për arsimin. Sa për informacionin e shikuzve, arsim a bazi ka dhënë ndërheqje mas takimit Ferizoj? Mas shumë ti më vjen keq për arsimit për shkak se e ka lujt një ndeshje të sodit, edhe ka lujt një ndeshje para disa jave me Ballkonin, edhe nuk kam përfitu, dhe thot, nuk ka marrë asgjë. Po thuaj se identike vetëm që ka qenë, dhe thot, rezultati shumë më ndryshe me Ballkonin. Se pari duhesh me ditë me kon polun, kunder kujt polun, çfarë forme është, ekipa, analiza e thukt e kundërshtarit, sepse këto që e cek edhe Rafeti, veç Shtojcën do të me fut disa fjali, në gjdo akcion që e ka bo Prishtina, tranzicioni i Prishtinës ka qenë fantastik, kurse tranzicioni i lojtarëve të Ferizojit të konë zero. Shumicën e rasteve dhe thëtë... Ajo që mund të bje në syës dhe të konstatohet në pjesë fushën e Ferizojit, shumë atë tepër ka pas lojtarët Prishtinës se sa të Ferizojit. Po që kjo është tranzicioni, kështu ljo topi, se kur humbët topi, ti do është me bo tranzicion, do thotë, këthimi është e me njëhershëm. Mos lasë mas rezultatit, do thotë 2-0. Në 80% rasteve, minimumi janë këthy maksimumi 1 ose 2 futbolistë Ferizojt. Kurse tranzicioni në sëlm, në të njëjtin akcion, Prishtinës ka pas, do thotë, 4, 5 edhe 6 i vartë. Kjo ka qena i dalimi. Mas 3-0, totalisht janë ra. Edhe shjetë shumë kjartë, kush të bo një analizë në gjdo akcion të Prishtinës, i ki pas 80-90% futbolistëve jo të mbulum. Kjo ka qenë problemi kryesori i Ferizojt.
Janë shku 3 futbolist me mbulu, 1 futbolist, kurse i dyti ose i treti futbolist i Prishtinës ka qenë i vetmuar. Kthimi, do të tranzicioni ka qenë 0, mbulimi, o konë katastrofë. Tash, të gjitha ato që i kanë marrë instruksionin nga treneri, pavarësisht sa është rezultati. Shembull konkret për marrim, do të Drenica Malisheva. Që kjo është ajo? Ata e kanë kryer tranzicionin, kthimin me kohë, pavarësisht që ka qenë rezultati 3-1. Po flas tash Drenica Malisheva. Po. Që ajo është motivi, dëshira, vullneti, përgjegjësia, disiplina e lojës. Kurse këtu ka qenë e kundërta. Nuk kanë përfitu, do thotë, asgjë nuk ka mësu prej asoj ndeshjes. Lojtarët do të me kuptojnë njëre gjithmonë. Loja përfundon, kur ti mshon referi Pipit, në 3-4 minutat e fundit, ti mund është 2 gola mi dhënë. Do thotë, e nga 0, me fitu 2-0, ose tumb 1-0, fiton 2-1. Mu për atë shkak, se kom pa lojën edhe kom gjatë normal shiqimit lojës se kom analizu aty, duke shiku lojën. Beso që mu ka dokë si kur me lujt një ekip ligës parë me Superligën. Do thot, pa përgjësi totale ka qenë, pa mëvarësish nga rezultati. Loja vazhdon, ka pas mjaft kohë, në kondalje. Edhe mu për atë shkak, do thot se sigurisht një trener kërkon, kur të pregatit ndeshjen, obligimet, detyrat, përgjësit, në për grupe, lojtare në për pozicione. Aty nuk ka marrë kërkosh përgjësi, as nuk ka marrë, do thot, vendimin që tranzicionin më bo. Kurse si, në sulm, kur ka qenë Ferizaj, ka pas tranzicion mjaft i mirë, por ka deshtu akcioni. Tash, kundërshtari e ka ndërprej akcioni, ose ka përfitu topit. Tranzicionit kundër të me këthimi asë një. Edhe automatikisht, do thot, mendoj që Prishtina ka pregadit taktikisht jashtë zakonisht mirë, si pas me, do thot, ekipën ndaj një Ferizajt. Sigurisht, i kam pas edhe inqizime, edhe njohjen për lojën e tyre, edhe ka shvizu në maksimum, duke marë parasysh gjithë, ajo nuk bënd të arot, kvaliteti i lojtarve, i komplet skuadrës, edhe normalisht merite e trenerit i cilë ka pregadit skuadrën për këtë ndeshje. Jemi gati në fund të analizës, sepse me minuta jemi ngusht. Llapi Gjilani 4-1 zotin Shosholli në një periudhë kohore ku edhe njëra dhe para tjetër nuk ishin në formë të dëshiruar. Po, të dy ekipet ishin në krizë, Llapi e shfrytëzoi maksimalisht edhe pse vetë ishte në krizë, do të thonë krizën ashtu e Gjilanit, dhe për fat të Llapit shumë herët erdhi në avantazh në minutën e 4 nëpërmes të Gnapit, e që pastaj ishte një motiv ashtu po më dhe shtesë për lojën, domethënë e vijuese, domethënë për minutat në vazhdim që të vazhdoi ashtu, domethënë me lojë sulmuese, e që arriti ashtu shumë lehtë të vi deri te rezultati 3-0, 4 dhe 4-0, pastaj një Gjilani cili soher po e përsëritim edhe në emisione tjera dhe tani ashtu ka hyrë me të vërtetë ashtu në një krizë edhe të lojës edhe krizë të rezultateve. Dyja domethënë mirë, ndoshta ndonjë lojë ashtu blitz mund mirë, po për një Gjilan i cili prej 7 ndeshjeve i ka vetëm 7 pikë ashtu e që i bie, domethënë nëse të rikthejmë në po 1 pikë apo 30% të gjitha pikëve është shumë pak. E tani edhe pse Gjilani ka futbollist me eksperiencë, futbollist ashtu besa edhe të përvojë cilësor, mirë po asesi domethënë të vi deri te rezultati, te loja mas fare mirë po te rezultati. E që po them Llapi në këtë rast e shfrytëzoi maksimalisht këtë dhe me plot merit ashtu e fitoi në ashtu një ndeshje me tani Llapi i cili jemi jemi mësuar. Themi ashtu domethënë që din të befasoj edhe për të mirë, po din të befasoj kanë herë edhe për të keq. Do të kalojmë të takimi Prishtina-Re Ballkani 0-3. Ballkani, siç e patëm thënë edhe javën që shkoi, një skuadër që po rikthehet në formën që kishte, pa shumë buj, pa shumë pompozitet, po ai Ballkan që ishte dikur. Pajtona plotësisht, po te Ballkani që është, për shembull, që duhet kuptohet që ka kvalitet Ballkani si ekip, mirë po ajo që është pozitive te Ballkani është që nuk shkon pa tjetër të kundërshtari me shënu gol, mundohen me marrë kontrolin e lojës, kanë një qetësin e duhur, edhe kanë të qartë, ato po getë që bojnë stërvitjem me paraqite dhe në fush.
ajo i bjen që kanë edhe durim si ekip, edhe kjo funksionon jashtëzakonisht mirë. Mendoj që edhe deri sa vjen të avantazhi Ballkani patjetër nuk shumë ka kundërshtari, të thotë e përgatit aksionin që është jashtëzakonisht pozitive, e kanë durimin e dur, e mandej me ndeshën e sotit me Prishtinën edhe ndeshjet e kaluam, kur e shënon gol, mandej kthehet ekipi jonë defanziv, mirë po krejt lojtarët janë pas topit, kam përvojen edhe mundohen me qarkullim topit, prap me kontrollu lojën, mas topit kthys, si duket ato që bojnë stërvitje, vrehet, e kanë lojtarin jashtëzakonisht shpejt, sulmin, po krejt mundohen si ekip, edhe me kontrollu lojën, edhe kur udhëheqim mandej 1-0 në këtë rast me Prishtinë dhe çdo ekip Kosovë, mendoj që mandej është një përparësi jashtëzakonisht të madhe Ballkani ndaj kundërshtarit, mirë po këto e bën sepse ka edhe kvalitet edhe ka durimin, po din edhe me kontrollu rezultatin edhe lojën, edhe ndonjëherë kur nuk jo shkon kjo çka po thomone, prap janë shumë stabil, edhe është ndoshta ekipin Kosovë më stabile sa i përket edhe qarkullimit topit, edhe durimit, thjesht një ekip që janë kompakt, kanë mbrana për mbrana kvalitetin, edhe janë me këtë kvalitet që kanë, edhe këto që po thonë durimin si ekip që kanë, janë gjendje me denu çdo kundërshtar Kosovë, çka edhe po ju shkon kjo përdorje, sido që tjetë mendoj që dihet kjo ngritje e Ballkanit, sa i përket rezultate, mirë, po kjo ngritje dallohet edhe te loja, edhe fundit për fund të thëmë, ka kjartësi të ekipa e Ballkanit, edhe ata që shikojnë nash e vrejnë që ka kërkon Ballkani për një ndeshje kurin me fitu lojën. Mendoj që kjo vrejet shumë qartë, një ekip që ka kvalitet, edhe jashtëzakonisht kompakte, edhe ekip që ka durimin, me siguri këtu ka dorë edhe stafi që normal ata punojnë, mirë po kjo që po e thomon e vrejet që këta e kanë përgatitën mënyrën e lojës çfarë po e bojnë fushë. Zoti Krasniqi, Prishtina e re përballë Ballkanit i mungoj përvoja, por dorën zemër dhe cilësia përballë kampionit e Kosovës të trefisht, edhe pse atë që ja tha zoti Prekazi, Ballkani ishte shumë i qetë. Në pjesën e parë shënoi një gol, në të dytën 2 gola. Jo vetëm që menaxhoi rezultatin, por edhe pati edhe përsi qoftë në lojë duke e shënuar fitore me rezultat 3-0. Edhe në emision e kalum thash që Ballkani është tu rikthye gradualisht në qetësi, nëse s'ke. Kur gjë nuk thash që s'ke thonë, i përsërit ato fjalët e tua. Nuk është e rastishme kjo. Nuk është e rastishme. Ballkani do të thotë ka një skuadër të jashtëzakonshme. Ajo lojë që fillon do të thotë që ndërtohet prej portierit deri te finalizimi i aksioneve, do të thotë është një ose ushtrim i cili pothuajse në çdo stërvitje e bojnë, në kuptimin që janë mjaft të komponum, janë mjaft të koordinum, edhe ajo gjithmonë futet cilësia e lojtarëve, sepse ti nuk mosh me bën një paraqitje të mirë, mundesh po shumë rrallë në ndonjë ndeshje nëse nuk i cilësi. Ta don shkon, por në përgjithësi, do thotë Ballkani është një skuadër që po kthehet, është kthyer, është prezent, po bën lojë të bukur, aksione të mira, do thotë ndërtimi i aksioneve është i jashtëzakonshëm. Din me shfrytëzue kur duhet me lujt shpejt, pastaj din me shfrytëzu kur duhet me qetësu lojën, me shetit do thotë topin, me qarkullu topin. Kjo është ajo, ose mbajtja topin në posedim. Edhe gradualisht do thotë në momentet caktuar, edhe rikthehet ai topi deri te portieri, prap fillon aksioni. Apo kupton? Është një ekip që ka përvojë. Është një ekip që ka përvojë, ka kvalitet, ka cilësi. Edhe din në momentet caktuar me denu kundërshtarin. Edhe esenca e këtij saj është që faktori shumë i rëndësishëm që edhe me pas fat në momentet caktuar kur vjen ti në aksion, ndërtimi i aksionit i bukur, edhe me bë finalizimin. Nëse gjatë asoj periudhës 15-20 minuta je 2 deri në 3 herë
të ndërtu aksionin, të ardhë, ose ndonjë gjysmë kundërshtues, vjen situatë për me finalizu aksionin, nuk e finalizon, një herë e dy herë, ajo është si bumerang, ajo mund të kthehet, por me atë përvojë që kanë Ballkani, do thot me cilësinë e tyre, pothuajse në 70-80% rasteve shfrytëzojnë faktori shumë i rëndësishëm, e finalizojnë aksionin, edhe pastaj fillojnë prapë nga fillimi me qetësi, sepse ajo vetëm vazhdon. Kjo është një skuadër e cila po vazhdon kontinuitetin dhe unë mendoj që do të jetë një prej skuadrave më të rëndësishme gjatë këtij kampionatit mes 2-3 skuadra e tjera. Shikues nderuar, bllokun e futbollit do ta vazhdojmë edhe për pak me ligën e parë, ai pajzën liga e parë, gjyra e 9. Këto janë rezultatet komplete, lusim regjin që të na përcjell me rezultate. Tepik Çanga 2 Korriku 2-0, Besa Peja Trepça 89 1-2, Kika Vllaznimi 1-0, Suare Karami Sadiku pa gola 0-0, sikur dhe Dinamo e Trepça. Ririnja Prizreni 0-2, Liria Isogu 3-1, Vjosa Feronikeli 74-03 dhe Keku Vushtria 1-2. Tabela klasifikimit, Vllaznimi prim me 20 pikë, Saka i dyti Feronikeli 74. Në pozitën e tretë është Tepik Çanga me 19 pikë, e katërta është Vushtria me 18 pikë. Në pozitën e 5 Trepça 89 16 pikë, Saka e 6 Dinamo. Në vendin e 7 Trepça e 8 Liria me nga 15 pikë. I 9 është Rami Sadiku me 14 pikë, Suareka 70 me 13 pikë, Istogu është i 11 me 10 pikë, i 12 është Prizreni me 9 pikë, Kika 13 me 8 pikë, 14 është Ririnja 1974 me 7 pikë, në pozitën 15 dhe 16 janë Keku, përkatësisht Besa Peja me nga 6 pikë, e para fundit e 17 Vjosa me 4 pikë dhe në fund i 18 2 Korriku për mbyll tabelën e klasifikimit me 3 pikë. Këtu i dha në fund blokut të futbollit, duke i falenderuar ekspertët tanë Ajit Shoshollit, Ramis Krashizin dhe Rafet Prekazin, që begatuan emisionin e sonten e përmbyllën pjesën e parë pra të blokut që i takon futbollit Kosovës. Shikues nderuar, kthehemi në studio, do të flasim për handbollin. Janë zhvilluar takimet e gjirës së dytë të Superligës së Kosovës në handboll për meshkuj. Veçohet përballet ndërmjet Besës, Pamgaz dhe Kastriotit. Të lusim regjin që të na përcjell me rezultatet e kësaj fundjavë. Këto janë rezultatet komplete të gjirës së dytë. Llapi Vushtria 2 Selimi 38, Prishtina Roveci 33 me 55, Vllaznimi Trepça 24 me 23, dhe në kryendeshje Besa Pamgaz 37 me 29. Tabela klasifikimit pas gjirës së 4, prind Roveci me 4 pikë, Saka e 2 Besa dhe Vllaznimi i 3. Kastrioti është i 4 me 2 pikë, Saka i 5 Llapi. Në pozitat 6, 7 dhe 8 janë Trepça, Vushtria dhe Prishtina pa pikë. Në vazhdim do të ndjekim kronikën nga kryendeshja e takimit Besa Pamgaz Kastrioti, përgatitur nga kolegu Art Kuqi. Besa Pamgaz triumfoi bindshëm në kryendeshjen e javës së dytë të Superligës së Kosovës në handboll të meshkujt, duke mposhtur Kastriotin me rezultat 37 me 29 në palestrën Karagaçi në Pej. Skuadra pejane e nisi fuqishëm ndeshjen, duke krijuar e përsi që në fillim dhe duke mbyllur pjesën e parë me rezultat të thellë, 21 me 13. Edhe në pjesën e dytë vendësit vazhduan me paraqitje të mirë, ndërsa mysafirët nga Ferizaj nuk arritën të afrohen në rezultat dhe në fund u mposhtën me 8 gola dallim. Ahmed Amrali shkëlqeu të pejanët me 12 gola, ndërsa Denis Terzici shënoi 8 dhe Jan Vokshi 6. Me paraqitje shumë pozitive u dallua edhe portieri Alt Kabashi. Në anën tjetër të Kastrioti, lojtarët më efikas ishin Alban Aziri, Adonidi Sufi dhe Felipe Teixeria me nga 5 gola secili. Në 3 ndeshje tjera të gjirës së dytë, kampioni Roveci mposhti Prishtinën 55 me 33. Vllaznimi fitoi derbin e vjetër ndaj Trepçës 24 me 23, ndërsa Llapi triumfoi ndaj Vushtrisë 41 me 38. Pas 2 fitoreve në parashëndeshje, Besa Pamgaz do të udhëtojë javën e ardhshme te kampioni në fuqi Roveci, ndërsa Kastrioti pret Vllaznimin në Xhakovës. Në përmbajtjet e emisionit të nderuar shikues, thamë që Federata Atletikës Kosovës organizoi maratonën jubilare 25 me radhë Prishtina Maraton. Ndjekim kronikën. Fituesit e maratonës së plot 42 kilometra në grupet kategoritë për meshkuj dhe femra ishin nga Kenya.
Edhe në këtë edicion të maratonës mori pjesë kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Po, jam lodh 21.3, gjysh maratona. Besoj 2.32 ndoshta. Edhe si vjet ka pas shumë garush, i uroj gjithë garusht edhe uroj që vitin tjetër të ketë më shumë. E bëj edhe gjysh maratonin Tiranës, është me 9 tetor, vetëm këto dyja i bëj. Gjysh maratonin Prishtinës dhe Tiranës, nuk shkojnë në gara tjera, po këto dyja si mungoj asherë. Urim e gjithë. Një garues nga Gjermania tha se pretendon të marrë pjesë edhe në maratonën në Tiranë, por edhe në edicionin e ardhshëm vitin tjetër nëse gjendet në Prishtinë. My name is Misha. Emri im është Misha nga Gjermania dhe sot vrapova maratonën, kam qenë në Prishtinë, kjo është hera ime e tretë. Vitin e kaluar verës dhe në 2023 në dimër. Vrapova maratonën e plot 42 kilometra. Koha ime besoj ishte 2 orë e 57 minuta, jam i lumtur me këtë. Me zgjasë do të marrë pjesë prap në maratonën vitin tjetër, po mundohem edhe të shkoj në Tiranë për maratonën atje. Por nëse jam këtu vitin tjetër, pse jo, dhe shpresoj patjetër për një kohë më të mirë. Yeah, I think so. Maybe I can even run. Kurse Erzen Zebraj, kampioni i Kosovës në vrapime malore në distanca të gjata, thotë se edhe pse nuk është disiplina e tij, ai prap ka dëshirë të vrapojë në këtë maraton. Po, sot i bona 42 km, do me thonë full maraton, me një rezultat për 2 orë 40 minuta, me renditje i 5, ndërsa nivel vendor i parë kështu. Po, unë jam vrapu si rregull, marr pjesë në përgara, kryesisht to vrapimet malore, më shumë. Mirë, po kur të ka mundësi marr pjesë edhe domethënë këto vrapimet e rrafshit në asfalt. Gara kryesore në maraton ishte 42 km e 195 metra. Por gara u zhvillua edhe në distanca më të vogla, do kujtuar se atletët nga Afrika janë fitues të rregullt të maratonës së Prishtinës. Të ejtën e kësaj jave u ndan nga jeta ish gjyqtari vëzhgues i lojës së basketbollit dhe dashamiri i madh i sportit Kosovës, Remzi Ramadani. Bota jone e vogël sportive u tran nga lajmi i rënd, i trisht, i ndarjes nga jeta ish gjyqtarit, vëzhguesit të lojës së basketbollit dhe dashamirit të madh të sportit kosovar, Remzi Ramadanit. Remziu kish kohë që vuante nga smundja e rënd, por si që kishte mësuar jeta dhe sporti, luftoj deri në fund, se humbje nuk e duronte. Një jetë me sportin, fillimisht si tifoz i flakt i klubit të futbollit Prishtina, e më pas si gjyqtar i lojës së basketbollit në kohën e okupimit, për të vazhduar pas luftës si vëzhgues. Profesionin e gjyqtarit Remziu ja trashëgoi djalit të tij Fisnikut, i cili në moshë të njom drejtoi ndeshjet e mëdha në arenën tonë të basketbollit. Remzi Ramadani për asnjë çast nuk u shkëput nga sporti. Në palestrat ku luaj futsalli ishte i pranishëm për ta përcjellur edhe djalin tjetër të tij Agonin, i cili sot është përzgjedhës i kombëtare son në futsal. Pashmangshëm, si shikues ishte afër edhe në lojrat e handbollit, volejbollit, si dhe në aktivitetet të ndryshme të sporteve luftarake, boksi e tjerë. Personalisht sot kur organizoi maratona jubilare 25 me radhë Prishtina Maraton, ndjeva boshllok të thellë shpirtëror, se afër nuk e kisha mikun tim Remin, me të cilin shumë herë ishim bashkë në ngjarje sportive, unë si gazetar, ai si dashamir i sinqert i sportit. I ndjeri do të mbahet mend si një njeri i përkushtuar për t'i dalë në ndihmë pacientëve dhe hallaxhinjve në qendrat e mjekësisë familjare anë kënd Prishtinës, në rapartet e stomatologjisë ku ai punonte. Populli në thot, nuk ka ma zërë se kur burri mbetet pa fjalë. Remziu, mbasi mi mori fjalët për kujtimet për të kur, se me to do t'jetoj. Isha i nderuar që një pjesë të rrugtimit jetësore bën bashk si shok të vërtet. Remziu për mua do të mbetet një ndër faqet më të mira të ditarit tim jetësor, të cilën në mendje do ta shfrytoj me mall dhe do ta ruaj me shumë xhelozi. Sporti kosovar mbeti pa një dashamir të papërsëritshëm, familja pa krye familjar, baba, gjysht dhe vëllata për kryer, kurse unë mbeta pa shokun tim të ngushtë. I përjetshëm qof kujtimi për të. Pushoj qetë, shoku im Remi. Shikos nderor, kjo ishte tëra për emisionin e sonte. Ju falenderojmë për vëmendje, mirëmbëjtje.